Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju, mbi familjet tuaja dhe mbi mbar besimtarët anë kënd botës kudo që jetojnë dhe veprojnë. Të dashur teleshikues, vëllezër dhe motra, ja të kemi për të trajtuar një prej shqetësimeve të rëndësishme që e preokupon secilin njeri, e në veçanti secilin të re dhe secilin të ri, e që ka të bëjë me ndërtimin dhe formimin e personalitetit tonë. Shqetësimi i titulluar si t'i braktis apo si t'i largoj veset e liga. Normalisht krijesa njerëzore është krijesë e cila i ka përparësitë por edhe mangësitë e veta. Ndër mangësitë që i ka, kjo krijesë është edhe mundësia e ndikimit nga rrethanat, mundësia e ndikimit nga gjërat e ndaluara. Prandaj veset e liga që mund të rrethojnë atë, dinë që të reflektojnë në karakterin e tij. Është e mundur që të përthithin ato ndonse edhe në mënyrë të pavetdijshme. Por krijesa njerëzore ka dhe përparësinë e pendimit dhe të përmirësimit. Andaj, përmes mënyrës që Zoti e përshkruan në Kur'an dhe përmes Muhamedit alayhi salatu wassalam, ne do të mundohemi për disa qaste të tregojmë se si është rruga më e duhur dhe më e mirë për t'i larguar veset e liga. Fillimisht nuk ka njeri që nuk ka ndonjë ligësi, ndonjë veti të ligë, por njeri i shëndosh, njeri i largpamës dhe i devotshëm është ai i cili është në hulumtim të ligësive të tij. Ne kemi për detyrë që ta gjurmojmë vetveten, të gjurmojmë ligësitë tona eventuale, të gjurmojmë mangësitë tona, e t'i kompenzojmë ato apo t'i zaventësojmë me përparësitë tona. Çdo veti të ligë që mund ta kemi në karakterin ton duhet ta zaventësojmë me një cilësi të mirë. Me diçka që e asgjëson atë krejtësisht dhe e mbulon të metën tonë. Para së gjithash, kuptimi i vesit të ligë është se është zakon, është një dukuri e keqe që mund të jetë në personalitetin tonë, e cila reflekton përmes sjelljeve të gabuara apo sjelljeve të pamatura, qofshin moralisht apo fetarisht. Për këtë arsye, dietarët janë munduar që t'i numërojnë disa prej ligësive që mund t'i ketë njeriu, sikurse është zinaja, immoraliteti, alkooli, bigjozi, gënjeshtra, mashtrimi, arroganca e kështu me radhë. Sa i përket rrezikut të vesit të ligë, Kurani famadh flet shumë rreth kësaj çështje, nga se i kushton rëndësi të lartë edukimit shpirtëror, pastrimit të shpirtit. Prandaj Allahu thot Kur'an, qad aflaha man zakkaha, ka shpëtuar ai i cili veten e tij e ka pastruar, pra shpirtin e tij e ka pastruar. Wa qad khaba man dassaha, dhe ka humbur ai i cili veten e tij e ka ndotur. Ky ajet kuranor tregon se shpëtimi ynë ndërlidhet me pastrimin e zemrave tona, me pastrimin e shpirtrave tona. Që do të thotë se angazhimi ynë primar duhet të jetë fokusimi në pastrimin e shpirtit, nga ligësitë eventuale që ne mund t'i kemi. Në rrethanat aktuale, në rrethanat para kiametit, mundësia e ndotjes së shpirtit është shumë më e madhe, për shkak të përhapjes së harameve, për shkak të publikimit të tyre paturpsisht, për shkak të lehtësimit të rrethanave për të mëkatuar, madje edhe mëkate të mëdha. Andaj është përgjegjësia jona kryesore dhe primare që të kujdesemi ndaj shpirtit tonë, që maksimalisht i ndërmarrim gjitha shkaqet e nevojshme, duke i përdorur mekanizmat e duhur të pastrimit të shpirtrave tonë. Në mënyrë që të mos bijmë prej këtyre ligësive, të cilat mund të na marrin anën dhe të na largojnë nga Zoti i Madhërisëm. Një besimtar i cili e ka çdo herë parasysh çështjen e pastrimit të shpirtit, çështjen e largimit të ligësive eventuale, ai çdo herë do të jetë i matur, i përkushtuar në ruajtjen e fisnikërisë së tij,
si në aspektin shpirtëror, po ashtu edhe në aspektin intelektual e trupor. Ky argument dhe shumë argumente tjera tregojnë se pastrimi nga veset e këqija pra janë rrugë e shpëtimit për ne. Dhe kaq pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam na tregon se vlera e sinqeritetit në fjalë dhe në vepra është realisht argument i asaj se shpirtrat tanë janë të qiltër, janë të pastër nga ligësitë. Prandaj thot inna sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-janna. Padyshim se sinqeriteti në fjalë dhe në vepra çon në mirësi, e mirësia çon në xhenet. Kjo ndërlidhje tekstuale e përmendur nga pejgamberi i dashur sallallahu alaihi wasallam realisht tregon edhe për një ndërlidhje përmbajtësore, konceptuale jetësore, sepse çdo gjë duhet të ndërtohet mbi bazën e sinqeritetit, në fjalë dhe në vepra. Aty ku ka sinqeritet, aty nuk mund të dominojë ligësia. Prandaj një zemër e cila mbretërohet nga sinqeriteti nuk lejon që ligësia të zë vend në të. Nuk lejon që ligësia të dominojë dhe pastaj të bëjë që ky njeri të largohet nga Zoti i Madhërisëm. Nga se sinqeriteti është themeli i gjitha veprave në Islam. Është kusht i pranimit të veprave, njëherët edhe kusht i ndërtimit të personalitetit tonë. Prandaj thot se përmes sinqeritetit ne realisht shkojmë në mirësi. Shkaku kryesor i arritjes së mirësisë është kultivimi i sinqeritetit në fjalë dhe në vepra. Pastaj përmes mirësisë së arritur, që buron nga sinqeriteti në fjalë dhe në vepra, ne shkojmë drejt xhenetit të Allahut Madhërisëm. Në anën tjetër, ai paralajmëron për veset e liga. Prandaj thot iyyakum wal hasad, fa inna al hasada ya'kulu al hasanati kama ta'kulu an-naru al hatab. Thot vini re dhe kini kujdes nga smira, nga zilia, nga xhelozia. Nga se zilia i shkatron të mirat ashtu siç zjarri i djeg drut. Normalisht këtu e ka specifikuar ligësinë e zilis, atë të smirës, të hasedit, por arsye se është një prej ligësive më të përhapura dhe më të anashkaluara nga shumica e njerëzve. Ndërka që rreziku i kësaj ligësie është jashtëzakonisht i madh, por arsye se i zhbën veprat e mira, i asgjëson ato ashtu siç zjarri i asgjëson drut. Dhe ne gjithë e kemi parasysh se çfarë fuqie ka zjarri, pa marrë parasysh se çfarë druri mund të jetë, qoftë edhe i njom, zjarri i madh e asgjëson atë krejtësisht. Kështu ndodh edhe me veprat tona, që mund t'i kemi ndërtuar për gjatë një kohë të gjatë, që mund t'i kemi ndërtuar pas shumë sakrificave dhe mundimeve, por që për një moment nga pakujdesia jonë shpirtërore çojmë zili apo smirë ndaj dikujt dhe mund t'i asgjësojmë të gjitha veprat. Ekzistojnë shumë shembuj nga gjeneratat e arta se si ata kanë qenë të kujdesshëm në këtë drejtim. Pra në raport me largimin e veseve të liga dhe në raport me mbrojtjen e shpirtit të tyre kundër këtyre veseve. Për shembull, Hasan al-Basriu rahimahullah e quante përgojimin si ushqim të vdekur. Dhe këtë padyshim se e ka marrur nga ajeti kuranor ku Allahu i Madhërisëm na tërheq vërejtjen se cilit për nesh që të mos përgojojmë. Duke thënë, wala yaghtab ba'dukum ba'da, dhe kurse si të mos e përgojoj dikush dikë për jush. Nga se përgojimi i dikuj është sikurse t'ja hash mishin për së vdekuri. T'ja hash mishin dikuj për së gjalli është e tmerrshme. E si është fjala për së vdekuri. Dhe Allahu një gjë të tillë e urren krejtësisht. Prandaj Hasan el-Basriu përpos që nuk lejonte që dikush përgojonte, ai thoshte, po të kishe përmendur mëkatet e tua, s'do kishe kohë për të përmendur të tjerat. Pra, sa herë që dikush ka ardhur dhe ka përgojuar për dikë tjetër, ai zemërohej jashtëmase dhe i këshillonte ata duke u thënë që të merreshin me vetveten e tyre. Nga se njeriu aq tepër ligësi gjen në vetvete sa nuk do të ketë kohë për të marrur me të tjerat. Dhe kjo tregon për vetdijen e lartë fetare dhe morale që e kanë pasur gjeneratat e arta. Ata nuk dëshironin që minutat më të rëndësishme të jetës së tyre t'i kalonin duke u marrë me të tjerët, për arsye se ata gjenin mjaftueshëm hapësirë për të marrur me vetveten e tyre. Ata e kishin prioritet kryesor ndërtimin dhe ngritjen e vetvetes, nga se
ndërtimin dhe ngritjen personale e shihni si ndërtim dhe ngritje fetare, që do të thotë fuqizim të lidhjes mes tyre dhe mes Zotit të Madhërisëm. Omeri radiallahu anhu ishte i njohur për drejtësinë dhe mençurinë e tij, ndonse ishte temperament i fortë. Ai e përmbante veten për hir të Allahut. Gjithë e dinë se Omeri historikisht ka qenë njeri i drejtë për drejtë. Tek ai nuk ka pasur lajka, nuk ka pasur dredhira, ka qenë njeri që atë që e ka menduar dhe e ka besuar e ka thënë. Edhe para Islamit, edhe pas Islamit. Sa që disa të tjerë dhe janë friksuar, kur kanë dëgjuar se do vije si khalife trashëgimtar pas Ebu Bekrit radiallahu anhu. Por Ebu Bekri i këshilloi ata të cilët e kishin një frikë të tillë dhe u tha se përgjithësia e rregullon atë. Nga se ai e dinte mirë se Omeri ishte temperament, por ishte i drejtë. Dhe ka dallim të madh të jesh temperament dhe të jesh i drejtë. Prej të jesh njeri arrogant dhe i padrejtë. Andaj Omeri vazhdimisht punonte me vetveten e tij që të mos binte prej e zemërimit, edukonte epshin e tij dhe mundohej që ta parandalonte këtë ligësi. Për këtë arsye ai thonte, unë nuk do ja jap shejtanit rastin të fitoj 2 herë. Një herë nga ai që më fyu dhe një herë nga unë që do hakmerresha. Pra nëse dikush vije dhe më fyen, Omeri radiallahu anhu thonte, unë nuk lejoj që djalli i mallkuar të fitoj 2 herë. Një herë kur ai më fyen dhe unë do të ndihem keq për fyrin e tij, ai do të gëzohet pra në momentin që unë do të ndihem keq për atë që më ka fyer, dhe për herë të dytë kur unë do hakmerresha për këtë fyrje. Ka se ne në jetën e kësaj bote nuk ngarendim për të treguar se kush është më hakmarrës, por për të treguar se kush është më mëshirues, kush është më i vetëpërmbajtur dhe më falës. Prandaj në këto personalitete të fuqishme, fuqinë kryesore e gjeje tek vlerat e larta morale, nuk e gjeje tek vetit e liga. Ata i luftonin vetit e liga sikur sëmundjet e rënda. Çdo sëmundje fizike që është e rëndë, është e tmerrshme dhe kërkon trajtim të menjëhershëm, emergjent. Por tek sahabët, sëmundjet e brendshme, sëmundjet metafizike, ato të shpirtit, konsideroheshin shumë më të tmerrshme se sa ato të trupit. Nga se sëmundjet e shpirtit e rrezikonin jetën e përtejme, ndërkaq sëmundjet e trupit e rrezikojnë vetëm jetën e kësaj bote. Ky është dallimi që e kishin sahabët prej nesh. Ne më shumë përkushtohemi nga aspekti jashtëm se sa nga ai i brendshëm. Kur është në pyetje largimi i sëmundjeve të brendshme, largimi i veseve të liga, ne jemi neglizhent, jemi të pakujdesshëm fatkeqësisht. Ndërkaq kjo do duhet të ishte preokupimi ynë kryesor, do duhet të ishte angazhimi ynë primar. Cilat janë shkaqet e përhapjes së veseve të liga, janë disa prej tyre që unë do t'i përmend më kryesorët. E para është shoqëria e keqe, sikur që kemi treguar edhe javët e kaluara. Shoqëria ditë të jetë vendimtare në jetën tona. Nëse nuk kemi shoqëri të mirë, nëse kemi një shoqëri e cila karakterizohet me vese të liga, deshëm apo nuk deshëm, ne do të ndikohemi prej tyre. Nga se njeriu ka prirje për të ndikuar nga rrethi i tij. Andaj nëse shoku apo shoqëria kanë vese të liga, ne do të ndikohemi prej tyre. Nëse jo të gjitha, diçka do të marrim prej tyre. Pastaj është imani i dobët. Kur bie imani në nivelet më të ulta, atëherë ndikohet nga haramet, ndikohet nga veset e liga. Sepse realisht fuqia e imanit është ajo që neve na mban të kujdesshëm dhe të vëmendshëm në raport me ligësitë. Pra, është imani ai që neve na bën pengesë mes nesh dhe mes veseve të liga. Është mburoja më e fuqishme dhe më afatgjate. Mosdia apo ignoranca janë për shkaqeve që e çojnë njeriu në ndikim nga veset e liga, në përvetësimin e veseve të liga. Nëse një njeri që ka dituri të shëndosh, dituri të mirëfillt, ai është i mbrojtur, sepse është në gjendje të dallojë të mirën nga e keqja. Është në gjendje të dallojë vetin e lig nga cilësia e mirë. Madje ai vrapon pas gdhendjes së shpirtit të tij me cilësi të larta morale. Pastaj është largësia nga Kurani dhe Suneti. Sa më larg librit të Allahut dhe sa më larg
traditës së Rasulullahut alayhi salatu wasalam, aq më afër liksive do t'jemi. Sa më afër librit të Zotit, burimit të vlerave, mbrojtjes më të fuqishme të shpirtit, të karakterit dhe të mendjes sonë, aq më afër vlerave morale do t'jemi. Aq më afër pasurive shpirtërore do t'jemi. Pra shpirti i cili lidhet me librin e Allahut do t'jetë vazhdimisht i vëmendshëm dhe i kujdesshëm në përvetësimin e cilësive të larta morale dhe në largimin e vetive të ulta dhe të liga morale. Gjithashtu, pjesë përbërëse e burimit të shpalljes është edhe suneti, tradita pejgamberike, nga sa Allahu i Madhërisht nuk ka dashur që të na këshillojë vetëm nga aspekti teorik, por ka dashur edhe nga aspekti praktik të na dëshmojë se si duhet jemi besimtar të mirë. Prandaj ka dërguar shëmbulltyrën më të lartë njerëzimit, siç është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, për të na bërë me dije se si realisht duhet të funksionojë dhe të jetojë një besimtar i devotshëm. Andaj të gjitha mesazhet kuranore i gjejmë në personalitetin e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, Aisha radhiyallahu anha, kur e përshkruante moralin e Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, thonte ai ka qenë Kur'an që ka lëvizur. Morali i tij ka qenë Kur'ani praktik. Çdo gjë që Kur'ani teorikisht e përmend, praktikisht e ka praktikuar, e ka aplikuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe në personalitetin e tij nuk mund të gjesh veti të liga, vese të këqija, nuk mund të gjesh. Nga se ai që nga fëmijëria e tij ka qenë i mbrojtur, normalisht me përzgjedhjen hyjnore, por pastaj edhe me angazhimin personal të tij, sepse ka qenë njeri me përgjegjësi të lartë, ka qenë njeri të jetë i vetëdijshëm. Nëse ai në fëmijëri ka qenë në gjendje të dallojë të mirën nga e keqja, si është fjala në rini e në pleqëri. Por ajo që neve duhet na interesojë më tepër është edukata e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në luftimin e liksive, jo vetëm për vetë, por edhe për të tjerët. Mënyra se si i ka kuptuar ato, mënyra se si i ka trajtuar ato. Vigjilenca dhe vetëdia e lartë e tij për t'i kuptuar dhe për t'i larguar vezet e liga janë shembulli dhe modeli më i mirë për ne se si duhet punojmë me vetët tona. Pra nuk mund të gjesh model më të përshtatshëm, model më garantues të përmirësimit të vetvetes se sa modeli Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur e bëjmë bashkimin e teorisë kuranore dhe praktikës pejgamberike, ne e shohim se çfarë do të thotë realisht të jesh besimtar i devotshëm. Ne shpesh herë ndikohemi nga njerëzit e afërm apo të largët, apo dhe njerëz të showbizit që kemi simpati ndaj tyre. Edhe ndikohemi edhe nga veset e tyre, ndikohemi edhe nga përparësitë, por edhe nga mangësitë e tyre, sepse i konsiderojmë si modele të dashura për ne për t'u pasuar. Nëse këto modele që janë të pambrojtura, nëse këto modele që karakterizohen me dobësi dhe me mangësi, bëhen modeli më i mirë për t'u dashur dhe për t'u pasuar, si është fjala me modelin e mbrojtur nga vetë Allahu, me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, që nuk ka model më të mirë se sa ai. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Por ju modeli më i mirë për t'u pasuar është përzgjedhur modeli Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj Allahu na urdhëron që në figurën e tij, në personalitetin e tij, në fjalët dhe në veprat e tij do ta gjejmë atë që ne kemi nevojë. Prandaj na urdhëron që ta ndjekim atë, ta pasojmë atë dhe ta marrim modelin e tij si modelin më të mirë jetësor. Madje këtë çështje e ndërlidh me imanin në Allahun dhe në ditën e gjykimit. Thot limen kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha katira. Kjo është për ata që e besojnë Allahun dhe ditën e gjykimit si një realitet i pamohueshëm dhe i pakontestueshëm, edhe për ata që përmendin Allahun shumë. Pra çështja e posimit të modelit në largimin e liksive dhe të vetive të këqija është çështje të rëndësishme, nga se njeriu çdo herë ka nevojë për një model që do ta pasojë atë, do ta ndjek atë. Prandaj ne në fëmijëri i pasojmë prindrit tanë. Pastaj kur rritemi, krahas prindërve mund gjejmë edhe modele të tjera, të dietarëve, të njerëzve të ditur, të njerëzve të ngritur e kështu me radhë. Por kjo vlen për ata të cilët vlerat morale i kanë parsore. Nëse ka dhe ata tillë që për model marrin kategori të ulta shoqërore, marrin njerëz të pandershëm, marrin njerëz të paditur,
Marrin njerëz që vetëm kanë famë e pasuri, por nuk kanë vlera dhe nuk kanë cilësi të mira. Prandaj fatmirësisht ne si besimtarë të Allahut që jemi, përpos që e kemi modelin e garantuar që sa më shumë që e pasojmë atë, aq më shumë ngritemi dhe pastrohemi në shpirt, në vlera, në karakter, njëherët edhe përmes pasimit të tij e garantojmë edhe hyrjen në xhenetet e Allahut të Madhërisëm. Pastaj për shkaqeve tjera është edhe mos vetëdijsimi për pasojat, mos njohja e pasojave. Çfarë do të thotë të kem veti të liga, vese të këqija? Çfarë dëme i shkaktojnë karakterit tim, personalitetit tim, në qoftë se unë i përvetsoj këto veti të liga, këto vese të këqija? Kur neve na ngritet vetdia në raport me njohjen e pasojave, atëherë do t'i ndërmarrim masat maksimale të asgjësimit të tyre, të largimit të veseve të këqija. Për këtë arsye, sahabët e nderuar, në momentin që i kuptuan veset e liga, pasojat e tyre, ata ndërmorën masa emergjente ndaj vetes së tyre, ndaj shpirtit, ndaj trupit dhe mendjes së tyre. Prandaj përjetuan ndryshim drastik, nga një njeri të pauzuar, nga një njeri dëmtues të padrejt, nga një njeri që mund të ketë bërë edhe mëkate jashtëzakonisht të mëdha, u bën njerëzit më të çmuar, njerëzit më me vlerë, madje u bën shëmbëltyr e gjithë umetit ton dhe gjenerate papërsëritshme deri më sot. Ekzistojnë disa hapa praktik për largimin e veseve të liga, që unë do t'i përmend, mirë po pas një pauze të shkurtër. Andaj, kërkoj nga ju që të qëndroni me ne, për të përfituar nga hapat konkret që duhet t'i ndërmarrim secili për nesh, në mënyrë që t'i largojmë veset e liga dhe të këqija që ndikojnë drejt për drejt në karakteret tona dhe realisht edhe ndikojnë edhe në të ardhmen tonë, si në këtë botë, po ashtu në botën tjetër. Shihemi pas pak. Rikthehemi sërish për të trajtuar një prej çështjeve më kryesore dhe më përmbajtësore, që ka të bëjë me një dukuri të rrezikshme për jetën tonë, që është veset e këqija dhe ballafaqimi me to. Kemi përmendur se si Kurani i Madhërisëm i qaset kësaj dukurie, pra luftimit të veseve të liga dhe të këqija. Kemi treguar se si realisht Allahu i Madhërisëm na tregon për një çështje që realisht ka të bëjë me natyrën e njeriut, nga se njeriu ka aftësinë për të mëkatuar dhe për të gabuar, por njëherët edhe ka aftësinë për të penduar dhe për të korrigjuar. Prandaj edhe Allahu në njërin anë i përmend të gjitha ligësitë dhe veset e këqija, me të cilat mund të ballafaqohet njeriu në jetën e kësaj bote, mund të ndikohet prej tyre, mund të bie prej tyre, por në anën tjetër na jep edhe zgjidhjen. Na jep mënyrën se si duhet të luftohen këto dukuri, se si duhet të largohen këto veti, dhe kësaj ai na jep mundësinë për ta formuar dhe për ta ndërtuar karakterin ton sipas mësimeve kuranore dhe pejgamberike. Dietarët numërojnë shumë prej ligësive të nxjerrura nga Kurani i Madhërisëm dhe nga Suneti i Resulullahut alayhi salatu wassalam, por që unë do t'i përmend disa më kryesorët dhe më të përhapurat në mesin ton, e që e para për tyre që do ta specifikoja është padyshim arroganca apo mendjemallësia. Mendjemallësia realisht është gjunahu i parë që është bërë jo në tokë, por në qiell nga iblisi i mallkuar. Nga momenti që e ka refuzuar urdhrin e Allahut Madhërisëm për t'i bërë sejdë nderimi Ademit alayhis salam. Kësaj kibri apo mendjemallësia bëhet ligësia e parë e vepruar dhe e përhapur nga qielli, pastaj edhe në tokë. Prandaj dhe shumica e njerëzve janë të prekur nga kjo sëmundje e rrezikshme. Ndërkaq Allahu i Madhërisëm në shumë ajete kuranore na tregon se ai nuk i do mendjemdhejt, madje i urren ata. Innehu la yuhibbul mustakbirin. Allahu thon Kur'an se ai nuk i do mendjemdhejt. Nga se mendjemallësia është në një farforme rivalitet me Zotin e Madhërisëm. Ai që tregohet mendjemadh, sikur i paraqitet Allahut si i fuqishëm. Ndërkaq asgjë nuk posedon nga vetvetja e tij. Çdo gjë që e ka nga Zoti i tij. Si nga aspekti shpirtëror, po ashtu edhe nga aspekti material.
Pra çfarëdo fuqie që të ketë njeriu, çfarëdo pushteti dhe autoriteti që ai të gëzoj, çdo gjë e ka prej Allahut. Çdo gjë e ka prej madhërisë së tij, prej mirësisë së Zotit të plotfuqishëm. Gjithashtu pejgamberi Allahut na tregon se sa rrezikshme është sëmundja e arrogancës, e mendimasisë. Kjo ligësi, kjo veti kaq e keqe, ditë të jetë edhe shkatruese për raportin tonë me Allahun e Madhërisëm, saqë edhe bën ta humbim xhenetin. Prandaj ai thot la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Nuk do të hyjë në xhenet as edhe ai që sa grimca e atomit mund të ketë mendimasi në zemrën e tij. Pra nëse nuk mund të hyjë një njeri që mund të ketë sa grimca mendimasi në zemrën e tij në xhenetin e Allahut, si është fjala me ata që masovikisht kanë mendimasi, pra mendimasinë kanë enorme, ku nuk njohin askë përpos fuqisë dhe aftësisë së tyre personale dhe mendojnë që janë më të fuqishmit e botës. Ndërkaq harrojnë që jetën, imagjinatën, kreativitetin, mundësinë për të punuar, për të angazhuar, për të arritur e kanë vetëm nga Zoti i plotfuqishëm. Si largohet ky ves? Fillimisht duhet ta kujtojmë fillimin dhe fundin tonë. Duhet të mos e harrojmë origjinën e krijimit tonë. Allahu i Madhërisëm na krijoi nga dheu, konkretisht nga lloçi, duke bërë bashkimin e ujit me dhe. Ky nga aspekti fizik. Pastaj krijimtaria fillestare njerëzore kaloi përmes çiftëzimit, pra nëpërmjet prindërve të njerëzimit që është Ademi alayhis salam dhe Hava alayhis salam. Nga një pikë ujë. Nëse analizojmë origjinën tonë të krijimit, e kuptojmë se sa të dobët jemi. Pra, atëherë që mendojmë se jemi dikushi, vetëm duhet t'ja përkujtojmë vetvetes se si kemi filluar, kush kemi qenë. Allahu thënë në Kur'an: "Hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura." A ka harruar njeriu që për vite të tëra ka qenë krijesë pa përmendur, askush se ka ditë se çfarë është krijesa njerëzore. Pra s'ka ekzistuar fare njeriu. Dhe tani njeriu të bëhet krijesa më arrogante, krijesa që shkakton padrejsi dhe ngatresa të shumta në tokë, duke menduar se është dikushi. Vetëm se Zoti e ka sprovuar që të jetë udhëheqës apo mëkëmbës në jetën e kësaj bote, pra është shkatrim i madh dhe është padrejsi e madhe. Pastaj duhet ta kujtojmë edhe fundin tonë. Ashtu siç e kemi fillimin, një ditë do ta kemi edhe fundin. Një fillim i dobët, për një krijesë të dobët, do ta ketë edhe një mbarim të dobët, një përfundim të dobët. Prandaj ne e fillojmë jetën si të dobët përmes fëmijërisë, foshnjërisë, edhe mbarojmë atë si të dobët përmes pleqërisë. Jo më kot ekziston ky proces. Allahu dëshiron të na tregojë se ne jemi krijesa të dobëta. Dhe faza rinore, e cila karakterizohet me fuqi, nuk na jep të drejtën që të mendojmë se ne jemi të fuqishmit e pathyeshëm të jetës së kësaj bote. Apo të mendojmë se çdo gjë duhet të sillet rreth nesh dhe çdo gjë duhet të punojë për ne. Prandaj ne kemi nevojë në momentet më të vështira të jetës për faljen e Allahut, për mbështetjen e Tij, për ndihmën e Tij atëherë kur jemi në agoni të vdekjes. Prandaj çdo kush në agoni të vdekjes e kupton se sa i dobët ka qenë. Por besimtari i vërtet dhe besimtari i urtë e largpamës është ai i cili në kulminacionin e fuqisë së tij e kupton dobësinë e tij. Pra në kulminacionin e fuqisë së tij materiale, trupore, intelektuale e kupton dobësinë e tij reale, sepse e kupton se asgjë nuk ka nga vetvetja. E kupton se ai nuk mund të jetë i pavarur nga Krijuesi. E kupton që fuqia e tij qëndron në varësinë nga Krijuesi absolut i gjithësisë. Pastaj mendjemasia largohet duke e kujtuar madhështinë e Allahut. Vazhdimisht duhet ta kujtojmë madhështinë e Allahut. Allahu jo më kot na urdhëron që ta analizojmë vetveten. Wa fi anfusikum afala tubsirun, në veten tuaja nuk po e shihni, pra nuk ka krijesë më madhështore se sa krijesa njerëzore. Dhe nëse këto fuqi, këto mirësi që Zoti na i ka dhënë, do duhet të kishin ndikim të drejtë për drejtë tek ne, do duhet të na ngritnin devotshmërinë. Do duhet të na rrisnin vetdijen tonë, për ta kuptuar faktin se sa madhështor është Allahu, për ta kuptuar faktin se i fuqishmi absolut është vetëm ai, askush tjetër përpos tij. Prandaj Allahu thon në Kur'an: "Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid." O ju njerëz,
Ju të gjithë jeni të nevojshëm, jeni fukarat tek Allahu. Ne të gjithë jemi të nevojshëm për Allahun. Merrni për shembull njeriu më të fuqishëm të botës. Cili do që të jetë ai. Edhe sikur ta ketë sundimin e gjithë botës. Ai nuk ka fuqi dhe mundësi ta kontrollojë zemrën e tij, pulsin e zemrës së tij. Ai e bart zemrën, por nuk e zotron atë. Prandaj ai që e zotron zemrën e tij është Allahu i Madhërisëm. A ka mundësi ky njeri që mund ta ketë pushtetin e botës, ta ketë pushtetin e ajrit? S'ka mundësi. Pushtetin e diellit? S'ka mundësi. Nëse Allahu e ndërpret ajrin, gjithë njerëzit bien për tokë sikurse milingonat. Pra, këtu shihet dobësia e njeriut dhe madhështia e Allahut të plotfuqishëm. Prandaj, përkujtimi i madhështisë së Allahut neve na ngrit vetdijen dhe na bën që të largohemi nga vetit e liga, nga veset e këqija, në veçanti nga arroganca dhe mendimasia. Pastaj për shkaqeve tjera është edhe shoqërimi me njerëzit e përullur, me njerëzit modest, me njerëzit e thjesht, me njerëzit që janë shembull i pasimit dhe i dëgjimit. Sa herë që qëndrojmë me njerëz që vazhdimisht fuqinë i atribojnë Allahut, ndërkaq dobësinë i atribojnë vetes së tyre, e kuptojmë se çfarë njerëz me vlerë janë këta. Dhe e ndjejmë një farë forme realitetin që e përshkruan Kurani dhe na mëson Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk bien prej e mashtrimeve e cytjeve eventuale që mund ta vinë nga djalli i mallkuar apo nga argatët e tij, prej gjindeve dhe prej njerëzve. Nga se argatët e djallit e kanë marrë për mision shtrembërimin e realiteteve. Prandaj vinë edhe na cytin me gjëra që nuk janë të vërteta. Në qoftë se ke ndonjë mirësi, në qoftë se ke ndonjë përparësi, vjen edhe dëshiron të binë ty se ti je i fuqishmi i familjes, i fuqishmi i shoqërisë, dhe gjithë do të jenë nën këmbët tua. Për dallim për një të devotshëm i cili çdo fuqi, çdo pasuri, çdo mirësi që mund ta ketë, ai e falendron Allahun për të. Dhe këtë mirësi i atribon vetëm lart madhërisë së tij dhe kurse si vetvetes së tij. Andaj shembull konkret të asaj se si besimtari duhet të jetë i kujdesshëm në raport me mbrojtjen e vetvetes së tij nga ligësia e mendimasisë, është shembulli i Omerit radiallahu anhu, i cili historikisht konsiderohet si khalifja më i fuqishëm në përhapjen e Islamit, nga se ai udhëhoqi për një kohë të gjatë, 20 vjeçare, dhe arriti shumë vepra madhështore, çlirime të popujve të ndryshëm, promovimin e vlerave, ngritjen e nivelit arsimor dhe edukativ në shoqëritë islame dhe jo vetëm, por megjithatë ai mbante rroba të arnuara dhe nuk pranonte lavdata boshe. Sa herë që dikush vinte dhe e lavdronte me lavdata boshe, ai reagonte menjëherë, prandaj thoshte: nëse më shihni duke devijuar, më drejtoni sepse unë jam vetëm një rob i Allahut. Po nuk i pranonte lavdatat boshe, por çdo herë mundohej t'ja përkujtonte vetvetes së tij dhe i këshillonte ata që e lavdrojnë ata që t'ja përkujtonin Allahun, që të mos devijonte. Prandaj kur erdhi një ditë një grua dhe i tha ittaqillah ya Umar, ai filloi të çante. I tha: o Omer, ke frikë Allahun. Kjo fjalë nuk e revoltoi Omerin, edhe pse ishte halife i muslimanëve. Kjo fjalë nuk e acaroi atë, nuk e zemroi atë, por e preku në shpirt. Filloi të çante nga se nuk kishte përkujtim më të mirë se sa ky përkujtim. Për dallim për nesh sot, nëse dikush na thot ki frikë Allahun, zemrohemi. Se kush jam unë, çapo të dukem unë, i devijuar apo çka. Ndërkaq ne do duhet të ndikoheshim pozitivisht nga kjo thënie, nga kjo fjalë madhështore, sepse kjo na mban të qëndrueshëm në rrugtimin tonë drejt Allahut të Madhërisëm si të devotshëm. Pastaj për liksive tjera të radhës që vlen të përmendet është edhe zilia, hasedi, sepse fatkeqësisht është shumë i përhapur në mesin e njerëzve, përfshirë edhe shoqërinë islame. Urrejtja për mirësinë e tjetrit është sëmundje shumë e keqe, është sëmundje shumë e rrezikshme, depërton thellë në shpirt nëse ajo zë vend. Dhe Allahu i Madhërisëm na ndalon për një gjë të tillë duke thënë am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli. A thua i kanë zili njerëzit për atë që Allahu u ka dhënë për mirësive të tij. Pra Allahu në një farforme, në mënyrë të çuditshme, e shpërfaq një realitet të hidhur të njerëzve, se si ata e smirojnë njëri tjetrin për mirësitë që Zoti u ka dhënë. Çdo kush prej nesh, çfarëdo mirësie që ka, e ka nga Allahu i Madhërisëm. Nuk e kemi nga vetvetja. Ne i posedojmë mirësitë
fal Zotit të plotfuqishëm, fal bujarit absolut. Andaj me çfarë të drejtë ne e xhelozojmë dikë, e smirojmë dikë për një mirësi që e ka. Ndërkaq kjo edukat ka qenë e luftuar nga pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, sepse është edukat e ulët. Edukata islame e pranon atë që çdo zemër e shëndosh do duhet ta praktikonte. Pra kur dikush ka një mirësi, kur dikush ka një begati, ne duhet të gëzohemi me atë, ne duhet të kënaqemi me begatinë e tij. Dhe duhet ta lutim Allahun që ta begatoj atë në begatinë që Zoti i ka dhënë, në mirësinë që Zoti ja ka falur. Prandaj themi, o Zot, begatoje në atë që ti ja ke dhënë, ndërkaq ma mundso mua ta kem më të mirë se sa atë që ati ja ke dhënë, apo sikurse atë që ati ja ke dhënë. Pejgamberi Allahut në hadithin paraprak na tregoi se duhet të largohemi maksimalisht nga hasedi, nga smira, nga zilia, nga xhelozia, iyyakum wal hasad. Keni kujdes nga hasedi, nga smira, nga zilia, sepse hasedi i shkatron veprat e mira, ashtu siç zjarri i azgjeson drut. Si të largohemi nga ky vesilik? Fillimisht duhet ta lutim Allahun që të na largojë zilin nga shpirti, që të na jep kënaqësi me atë që e kemi prej mirësive të Allahut, të kënaqemi me atë që e kemi e t'ia kërkojmë Allahut atë që s'e kemi në mënyrën që Allahu na mëson. Pastaj duhet ta lutim Allahun për mirësi ndaj atij që mund të kemi zili. Pra duhet ta lutim Allahun që shpirtin ton ta pastrojë nga zilia dhe atij që Zoti i ka dhënë një mirësi të caktuar, ta lutim Allahun që ta begatoj në të. Kësaj melekët e Allahut do të luten për ne. Sa më tepër që ne lutemi për të tjerët, sikurse na tregojnë transmetimet pejgamberike, po aq luten edhe melekët për ne. Nëse ne lutemi që Allahu dikujt t'i ruaj mirësinë, t'i shtoj atë, melekët e Allahut do të luten për ne njëjtë. Pastaj duhet ta kujtojmë se çdo mirësi është nga Allahu dhe jo nga njeriu. Mashtrimi më i madh ndodh kur ne mendojmë se mirësitë i kemi nga vetvetja, nga aftësitë apo nga mundësitë tona personale. Ndërkaq çdo mirësi, çdo dhunti, çdo begati, burimi i saj është vetë Allahu, nuk është krijesa njerëzore. Kur e kuptojmë këtë realitet, kur nuk do të bijem prej e vesit të ligë të zilis, të smirës. Sepse jemi të vetëdijshëm se çdo mirësi që dikush mund ta ketë, ne apo të tjerët, janë mirësi që burojnë nga Zoti i Madhërisht, nga bujari absolut. Nuk janë nga ne, nuk janë nga aftësitë apo nga mundësitë tona. Kësaj ne do të dimë ta menaxhojmë veten tonë, ta kontrollojmë edhe personalitetin tonë dhe një herit t'i luftojmë vetit e liga, që të mos zënë vend në zemrat tona. Imam Shafiu, kur një njeri e shau dhe ofendoi rënd, ai u lut tek Allahu për të. Tha, o Zot, më fal mua dhe atë që më ofendon, se ai veç se më bën mirë pa e kuptuar. Shikoni çfarë edukate të lartë kanë pasur gjeneratat e arta, njerëzit e dijes, dietarët dhe njerëzit e devotshëm. Pra, Imam Shafiu, në vend se të reagon të keq ndaj ofendimit, ne gjithë e dim se ofendimi nuk është i lehtë për të i kaluar. Të vije dikush pa drejtësisht dhe të ofendoj është çështje e rëndë. Por ne nuk e synojmë ballafaqimin me njerëz, ne nuk e synojmë sharjen mes nesh dhe mes të tjerëve, ne nuk e synojmë hakmarrjen, por e synojmë ngritjen dhe përndritjen. E synojmë daljen para madhërisë së Allahut sa më të ndërtuar, sa më të edukuar. Prandaj ka qenë në gjendje Imam Shafiu që në këto momente zemërimi, në këto momente lëndimi, ti thot këto fjalë. Pra ta lut Allahun e Madhërisëm që atë njeri ta ruaj nga likësia, që ai njeri që e ofendoi atë ketë mirësinë e vetvete, sepse realisht ai po më bën mua mirë pa e kuptuar. Përgojimi është për likësive më të përhapura gjithashtu dhe është për vetive të këqija që i shkatron jetët e njerëzve. Allahu, sikur se treguam më herët, ndalon rreptësisht përgojimin, ndërkaq pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam e zbërthen atë në mënyrë të mrekullueshme, ka se shumë për njerëzve nuk janë të vetëdijshëm se çfarë do të thotë realisht të përgojosh dikë. Prandaj i pyeti një ditë sahabët e tij duke u thënë e tedruna me lghibe, a e dini se çfarë është gibeti, çfarë është përgojimi? Ata thanë Allahu wa rasuluhu a'lam, Allahu dhe i dërguari i tij e din më mirë. Qala dhikruka akhaka bima yakrah. Tha përgojimi është t'ja përmendësh vllaut tënd
atë që ai e urren. Pra, jo që nuk lejohet t'ja përmendësh dikuj diçka që ai e urren, diçka që atë e lëndon. Qoftë edhe nëse e ka në publik, por as në katër sy. Shpeshherë disa njerëz mendojnë se kur ja them unë në sy, kjo nuk është përgojim. Edhe nëse ja thu në katër sy, në vetmi, vetëm ti edhe ai, por është diçka që ai e urren, është diçka që atë e bën që të lëndohet, është përgojim. Prandaj një sahabi tha, ja Rasulullah, po çka nëse ai person që flasim për të e ka atë ligësi, e ka një dobësi. Atëherë tha, in kana fihi ma taqul faqad ikhtabta. Nëse e ka atë që ti po e përmend, atëherë e ke përgojuar atë. Wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahatta. Në qoftë se nuk e ka atë që ti po e përmend, atëherë ke shpifur për të. Pra fakti që dikush mund ta ketë një ligësi, një dobësi, kjo neve nuk ne jep të drejtë që ne të flasim për të. Qoftë edhe ballë për ballë me të. Por ne duhet të ruajmë veten tonë, të mos merremi me dobësitë e tjerëve, por të merremi me dobësitë tona, me ndërtimin personal dhe me ngritjen e zemrave tona. Si të largohemi nga përgojimi? Mos fol për askënd mungesë të tij, asgjë që nuk do të doje që dikush të fliste për ty. Derisa nuk kemi dëshirë që dikush të flet për neve, me çfarë të drejtë ne marrim guzim që të flasim për të tjerët. Nëse arrim ta ngrisim vetdijen tonë në këtë nivel, para se të flasim për dikë, ta përkujtojmë atë se ne nuk kemi dëshirë që dikush të flet për neve, atëherë pse të flasim për dikë tjetër? Kjo çështje është e drejtë. Kjo çështje është edukative. Andaj nuk duhet të tregohemi të pavëmendshëm dhe të padrejtë që ndaj dikujt të flasim lirshëm, e ndaj nesh të mos flet askush. Nëse flasim ndaj dikujt, kënaqemi, e nëse dikush flet ndaj nesh, të hidrohemi. Atë që nuk ja duam vetes, nuk duhet t'ja duam askujt. Mbush e gjuhën me dhikr, me Kur'an, me lexim të Kur'anit, me përsëritje të ajeteve të Kur'anit dhe me lutje të sinqerta. Njo me gjuhën me përmendje të Allahut, jo me përmendje të njerëzve. Njo me gjuhën me përmendje të vlerave dhe mirësive të Allahut ndaj teje. Jo me përmendjen e ligësive të tjera. Nga se kjo gjuhë është dhënë për ta përmendur Allahun. Mirësia e gjuhës, organi i gjuhës, është organ fisnik, përmes së cilit ne e përmendim Zotin e Madhërisëm. Andaj duhet kemi kujdes se si po e përdorim atë. Duhet kemi kujdes për arsye se shumica e njerëzve në zjarrin e xhenemit ndeshkohen pikërisht përmes gjuhës. A nuk i tha Muadhit radhiyallahu anhu pejgamberi Allahut, kujdes o Muadh me gjuhën tënde, madje e kapi me gishtat e tij gjuhën, duke dashur t'ja demonstroj sa më mirë rëndësinë e kësaj çështje. Dhe i tha Muadhi radhiyallahu anhu, ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a dhe për fjalët që i themi do të ndeshkohemi në ditën e gjykimit? Tha thaqilat ka ummuka ya Muadh. Tha të pas nëna të pas o Muadh. Ajo që më shumë ti njerëzit do t'i bëj që të tërhiqen zvarr për në zjarr, do t'jetë gjuha e tyre. Pra fjalët e tyre të pamatra. Ku njeriu e hedh një fjalë duke mos treguar vëmendje fare. Sa për njerëzve për një fjalë goje do të futen në thellësitë e zjarrit të xhenemit për 70 pranvera, për 70 vite të ahiretit. Por sa dhe për njerëzve do të futen në thellësitë e xhenetit për 70 pranvera, për 70 vite për një fjalë goje të qelluar. Pra, çështja e fjalëve ka shumë rëndësi në jetë. Andaj t'i njohim gjuhën tona me përmendje të Allahut, me lutje të sinqerta dhe me lexim të ajeteve të Kuranit apo dhe të përfoljes së gjërave vlerore. Ndalo çdo muhabet përgojues përpara se të fillojë. Nëse je në një mjedis ku dikush dëshiron që të përgojoj, parandaloje, ndaloje, këshilloj, thua ju lutem, mos flasim për askë. Edhe nëse ata mund të dominojnë, mund të jetë shumicë, ti jepe kontributin tënd. Nëse ata nuk dëgjojnë, tërhiqu nga i mjedis, largoju. Me respekt në gjithë, por Allahu meriton respektin më të madh. Largoju nga i mjedis, sepse ai mjedis është helmues. Derisa të ndryshoj tema, derisa të mbarojnë me përgojimet, pastaj nëse është e arsyeshme, kthehu sërish në atë mjedis. Normalisht për të kontribuar prej mirësive të Allahut. Hasan el Basriu, kur i përmendej dikush keq, pra vinte dikush dhe përmendej diçka keq për të, ai thonte mos i ndot një veshët e mi me balt.
Nuk dëshironte që të krijonte mendime të liga për dikë që i ka përgojuar atë. Nga se ai dëshironte që të ruante mendimet e mira që i ka për njerëzit. Prandaj thoshte, mos mi ndotni veshët e mia me balt, pra duke aluduar në ato që të tjerët mund t'i thonë për të apo për dikë tjetër. Gënjeshtra është gjithashtu për vetive të liga, për veseve shumë të këqija, që ka pasoja të rënda, ndërka që Allahu në Kur'an thot, inna Allahe la yahdi men huwa musrifun kadhab, Allahu nuk e udhëzon atë që është shpërdorues dhe gënjeshtar. Allahu nuk i do gënjeshtarët. Gënjeshtra është shumë veti e keqe, është shumë e ligë. Aq sa dhe pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, besimtari mund të bëjë immoralitet, pra mund të bie në kurthën e immoralitetit. Besimtari mund edhe të bëjë ndonjë veti tjetër të keqe, por kurse nuk mund të gënjej. Nga se gënjeshtën e përzjedh ti vetë me dëshirë. Njeri nuk mund të gënjej vetëm se me vetë dëshirë. Prandaj është veti shumë e ligë, është vetë shumë i keq. Dhe për këtë arsye, pejgamberi Allahu tregon se gënjeshtra shpije në shturje, në përdalje, dhe shturja shpije në zjarr. Innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar. Gënjeshtra të çon në mëkat, në shturje, në përdalje dhe mëkati të çon në zjarr xhenemit. Si ta largojmë këtë veti të keqe? Fillimisht duke mbajtur gjithmonë gjuhën në kontroll, pra duke pasur parasysh faktin që nëse gënjejmë, ne përpos që i shkaktojmë dëme të rënda vetes sonë në jetën e kësaj bote, e rrezikojmë hyrjen në xhenet. Pra mund të ndëshkohemi me hyrjen në zjarr të xhenemit. Pastaj vendos që në çdo situatë thuash të vërtetën edhe nëse të kushton. Gjithmonë besimtari duhet ta thotë të vërtetën, edhe nëse është në disfavorin e tij, edhe nëse është kundër vullnetit të tij, kundër dëshirave apo planeve të tij jetësore. Nga se Allahu na trajton në bazë të sinqeritetit që ne i kemi, në bazë të vërtetësisë së fjalëve tona. Fillo me sinqeritetin në gjërat e vogla. Nuk mund të jesh i sinqert në gjërat të mëdha pa qenë i sinqert në gjërat e vogla. Ai që në gjërat të vogla tregohet i sinqert, detyrimisht dhe domosdoshmërisht do të jetë i sinqert në gjërat të mëdha. Nga se këto janë zinxhirore. Njeriu ndërtimin e tij e fillon nga gjërat e vogla, pastaj i kurorëzon ato, i përsos ato me gjërat të mëdha. Ebu Bekri radiallahu anhu njihej për besnikëritë pa krahasueshme. Prandaj pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam e quajti as-siddiq, si vërtetuesi, i sinqerti, i cili në raport me shpalljen e Allahut, përpos që e ka besuar sinqerisht, edhe e ka përkrahur atë vërtetësisht për shkak të sinqeritetit të tij të pasqoq. Pastaj kooperacia dhe lakmia janë prej ligjësive shumë të rrezikshme dhe pejveseve të këqija, të cilat e shkatrojnë jetën e njeriut dhe ja pamundsojnë hyrjen në xhenet. Për këtë arsye Allah thot: "O me yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun", ku shemron veten nga lakmia e shpirtit, ata janë të shpëtuar. Pra secili prej nesh duhet ta ketë parasysh faktin që lakmia e tepruar çon në kooperaci ku besimtari pastaj dëshiron çdo gjë ta ketë vetëm për veten e tij dhe për askë tjetër përpos tij, dhe kësaj ai i shkel dhe i përbuz mirësitë e Allahut dhe dëshiron që çdo gjë ta privatizojë për veten e tij. Prandaj Allahu na bën thirrje që ta mbrojmë veten nga lakmia, vetëm kësaj mund të shpëtojmë në ditën e gjykimit. Ndërkaq pejgamberi Allahu thot: "Ittaqu shuh fa inna shuha ahlaka man kana qablakum", ruajuni nga kooperacia, nga lakmia e tepër që çon në kooperaci, sepse ajo i shkatroi të parët tuaj. Popujt e lashtë janë shkatruar pikërisht nga ligësia e kooperacisë, e lakmisë së tepruar që ka quar në kooperaci të rrezikshme. Kjo veti e ligë largohet përmes lëmoshës së vazhdueshme, njeriu sa më shumë që jep, aq më bamirës bëhet, aq më bujar ndihet, edhe aq më tepër bëhet falendërues ndaj Allahut Madhërisht për mirësitë që i ka, pastaj përjetoj Allahu ja begaton pasurinë, ja shton atë dhe e përdor çdo herë në mirësi. Kujto se pasuria e vërtetë është ajo që e jep për hir të Allahut. Atë që e japim për hir të Allahut mbetet, ndërkaq atë që e përdorim për vetvete apo për interese të tjera tretet. Sa njerëz historikisht kanë dhënë gjëra të mëdha, por edhe të vogla, por që kanë mbetur në përmendje, kanë mbetur në gjenerim të vlerave dhe të pasurive prej tyre, ndërkaq sa njerëz kanë bërë kontribute të mëdha, por nuk i kanë pasur për Allah, por sot nuk përmenden fare, ato janë tretur, nuk gjenerojnë kurfar vlere dhe kurfar pasurie. Lexosh problemet e sadakas dhe bujarisë, sa më shumë lexo për mirësinë e bujarisë dhe të bamirësisë, kësaj me lejen e Allahut ti ta kuptosh se kooperacia është një prej
vetive më të liga që e shkatron jetën tënde në këtë botën, në botën tjetër. Uthmani radiallahu anhu është figurë shembullore në këtë drejtim, i cili dhuroi qindra deve, qindra monedha, floriri për të ndërtuar ushtrinë e muslimanëve në Tabuk, dhe jo vetëm kaq, por sa herë që kishte mundësi që të kontribonte, ai e bënte një gjë të tillë pa hezituar fare. Madje ishte ndër të parët që merrte pjesë në kontribute materiale. Zemërimi i pa kontrolluar, për cilin kemi folur, gjithashtu është peliksive të rrezikshme, andaj duhet kemi kujdes që të mos zemërohemi, ta kontrollojmë veten. Pastaj imoraliteti dhe pasimi i epsheve, gjithashtu kemi përmendur në edukimin e epshit. Pastaj është prej gjërave të rëndësishme që ta kemi parasysh pendimin e sinqertë dhe të vazhdueshëm, nga se ne jemi njerëz që gabojmë, jemi njerëz që harrojmë, andaj pendimi i vazhdueshëm na bën neve të mbrojtur nga përvetësimi i ligësive, por njëherët edhe na bën të mundur që të i braktisim ato nëse eventualisht i kemi. Kujdesi i vazhdueshëm me zemrën dhe gjuhën, mbushje e kohës me dhikr, me adhurim, leximi, zëvendësim i vesit me një virtyt. Nëse e merr dhe analizon, për shembull, e gjurmon në vetveten tonë një ves të ligë, dikush nëse e ka për shembull vesin e kooperacisë, duhet që ta kompenzojë atë me virtytin e bujarisë. Duhet që të luftojmë me vetvete. Allahu dëshiron për ne që të luftojmë me këto ligësi. Prandaj Allahu kur na ilustron mënyrën dhe rrugën se si ne shtektojmë drejt tij, ai e quan mujahede, e quan luftë. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ata të cilët luftojnë drejt nesh, pra luftojnë me vetveten e tyre, dhe nuk ka luftë më të madhe se sa me vetveten, me egon, që ti luftosh ligësitë tua. Prandaj thot, derisa besimtarët luftojnë drejt nesh, duke i luftuar ligësitë, duke i braktisur haramet, duke i praktikuar halalat që gjithashtu është një luftë në vetvete, atëherë thot ne i hapim rrugë dhe shtigje të ndryshme që ata lehtësisht të arrijnë tek ne. Lutje të vazhdueshme, udhëzim e pastërti, sikur se na ka mësuar pejgamberi Allahut me lutjen madhështore, Allahumma zakki nafsi anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. O Allah, pastroje shpirtin tim se ti je më i miri që e pastron atë, ti je mbrojtësi dhe miku i shpirtit tim më i mirë. Allahu dhënë që shpirtrat tanë, që personalitetet tona të jenë çdo herë të mbrojtura nga këto veti të liga, të ulta që shkatrojnë çdo gjë që ne mund ta kemi ndërtuar, qoftë edhe për hir të Allahut. Dhënë Zoti që të kemi kujdes maksimal në raport me mbrojtjen nga këto ligësi, largimin dhe braktisjen e tyre dhe përvetësimin e vlerave dhe virtyteve të larta kompenzuese të këtyre ligësive. Allahu ju ruaj kudo që t'jeni. Për të trajtuar shqetësimin e radhës, lutim Allahun që të jemi gjallë shëndosh. Takohemi javën e ardhshme insha Allahu Taala, andaj ju lënë në mbrojtjen dhe nën kujdesin e Tij, të përhershëm dhe të vazhdueshëm. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.